Me që përmendet Kurtin, ai ju akuzon opozitën, thotë se opozita po bllokon institucionet, ne kemi fitu bind shumë votat. Është drejt kjo kritike e tij? Nuk mendoj që është e drejtë për shkak se populli ja ka dhënë besimin për me bo qeverin, për me zgjedh kryeministrin, mirë po populli nuk ja ka dhënë besimin me zgjedh presidenten. Kështu që kryeministri Kurti nuk i ka 80 vota dhe gjithmonë edhe herave tjera kur është zgjedh presidenti është bën një marrëveshje politike paraprakisht, edhe tash kryeministri Kurti duhet të ulet në tavolinë, të bëjë një marrëveshje politike, ta gjejë një kandidat konsensual dhe ta votojmë të gjithë partitë. Dhe kjo është, për këtë arsye, unë thash që përgjegjësia bie mbi lëvizjen vetëvendosje. Nuk ka se si na fajson neve, për shkak se ai ka sot 56 deputet, me minoriteti i bjen 66 deputet dhe ne e dim shumë mirë, jo vetëm unë, po secilin qytetar që ta pyet, e din që përgjegjësia i bie mbi të.